Okej. Ndërkohë që shohim që merreni vesh bukur për punët e fermës, shohim të kundërtën krejtësisht tek marrja vesh në ndarjen e buxhetit. Çfarë vura re Luana? Më fal të lutem se po ndërhyj. Vura re që Big Basta që nga i shqetësuar, që pak para finales na pas ka zënë një qetësi dhe një harmoni shumë e bukur. Nuk e di pse Big Basta është mësuar, domethënë me këto debatet. Nuk e di se ku do të dilte, duhet bëjmë sherr, duhet ziremi, duhet të ofendojmë me njëri tjetrin që Big Basta debatet në ato parimet që ai pret, nuk e di. Ajo qetësia është për të shijuar gjithë, duke marrë mesazhin tënd Luana, që the herën e fundit, që pak ditë ka ngelur, shijojeni, nxjini më të mirën tuaj dhe atë po bëjmë. Big Basta, Luana. Kam një ndërhyrje Big Basta nga Zhaku, më kërkon fjalën. Më mirë. Marim këtë koment nga pikërisht nga Andrea, i cili është një ndër personat aty që më së shumë t'i fut zica dhe shkëndia mes njerëzve. Dhe ai që pikërisht propagandon për paqe, për dashuri është Andrea, i cili në fakt, praktikisht, teorikisht, Andrea, në cilën pjesë ke parti që unë kam zitur, të paktën në këtë javë në fundit. Ato e thua vazhdimisht për tjerët, atë bëj si them unë, mos bëj si bëj unë, por në fakt vetë deri tani ke treguar që ky është parimi me të cilin ti vepron. Dhe ti vetëm flet teorikisht si duhet të jenë gjërat, por praktikisht ti na jep shembuj të tjerë. Nëse ka një njeri aty që nxit keq kuptime, intriga, manipulime... Zhaku, çfarë shembush e dashur? Tesera po, fol më për tregoj çfarë po bësh. Më duket se nuk po e sheh fermën, të betohem. Dakor. Jo, më të lutem, më thuaj pak cilës shembuj. Dakor, ti ke drejtën tënde, të duket gjithçka siç të duket. Un kam një detyrë këtu dhe detyrën time e bëj me shumë seriozitet. E shoh shumë mirë. E di me njerëzit se për çfarë po flasun. Dhe nëse ka njeri që fut zicat aty, je ti, Andrea. Mos përsëritemi këtu të Zhak. Po jo, me që Andrea po donte shembuj, ti Andrea nuk e di unë se si e mësuar ti të flasësh me njerëzit përballë. Apo ti evitosh, sepse për shembull, në live-in e kaluar, për shembull, në momentin që ne ishim në studio, ti çfarë nuk kishe thënë, ti çfarë do i kishe thënë Kastros, ti çfarë nuk do kishe bërë, në ndërkohë më ke përballë mik në mënyrë digjitale dhe të lutem gjërat që të mund të përballesh me mua. Të kujtoj diçka, Andrea, në fillimet e fermës, ti me Albën, si duket në psikoanalizën tënde të marrë të një diplome, të marrë në internet, në një fakultet, shumë i lodhur, asë një moment, Castro nuk dua të dëgjoj, asë një moment, Castro nuk dua absolutisht të dëgjoj, mund të flasësh me ata që marrin diploma në për internet. Jo, Castro, nuk dua të dëgjoj. Castro nuk dua të dëgjoj fare, diplomën time ti nuk e di se ku e ka marrë që ma citon ta ke marrë në për rrjetet sociale. Po thuaj ku e ke marrë? Nuk dua të dëgjoj. Castro, Jo, më qarë po them, bua shumë. Ti në fillim, tutë, po jo pra se nuk tasë me këto, uli mikrofonin, të gjoj, më gjoj mua njërë dhe pastaj. Keto drejt pastaj të reptikosh. Keto drejt pastaj të reptikosh. Prit, po them, të bëra krasimin, psikoanaliza jote, e marrë dhe e bërë nga një diplom e një fakultetit të panjohur në pot, bëri që ti të kuptosh dhe duash. Jo më të duash. Më kërcënon të fuzër shtikën në fyt. Andrea, më kërcënon të fuzër shtikën në fyt. E ke për qefi. Castro, një sekundë se nuk dëgjojeni. Andrea, e para punës nuk mund të thuash Andrea, po flasun. Nuk mund të thuash, unë nuk dua të dëgjoj. Ke të drejtën, jo, absolutisht. Nuk e vendos ti çfarë dëgjon, nuk e vendos as kush ka ne se kush dëgjon edhe çfarë flet. Tani ti do dëgjosh dhe pastaj ke mundësi të replikosh. Je i zoti me argumenta mirë, kështu jo. Të lutem, Castro, nëse ke nevojë... Në psiko, doja ta përfundoja atë gjën. Në psikoanalizë, pra të vazhdojnë të psikoanalizë, është krahasim, Andrea, nuk të thash që ke marrë, është krahasim, dëgjojë deri në fund njeriu dhe pastaj. Në rregull pra, atëherë duhet të thënë, nëse ti aludoje në fillim që unë isha kushëriri i Albës, meqense në psiko, po ti more ti se të kam parë se unë e shoh. Unë e shoh ose ju shoh. Besoj mua, prandaj nuk të thash që psikoanaliza jote është shumë e dobët.
Edhe ka thënë që ti je njëri i Albës. Andrea më dëgjon. Po, e ka bërë të gjatë. Andrea, po jo më përket të tim, Andrea, mos qok gishtit as njëri tjetër. Ti more në bisede ke bërë me disa njerëz të tjera. Kam shumë radake. Po s'jege mirë të ka bukej fermë. Po jo, se nuk këma lëta që të fund. Andrea, po jo, dua vëmendjen Andreas. Andrea. Erand, të lutem. Të ka bërë keq ferma. Erand. Andrea, dua të të kujtoj diçka. Thonë që njeriu në formimin e tij bazik e ka nga 0 deri në 12 vjeç. Unë dua të kujtoj diçka që ti ndoshta nuk e di. Ne të dy, si ti, si unë, jemi rritur në të njëjtat ujëra. Unë jam rritur dhe lindur në Lushnjë dhe vitet e parë kam kaluar në Savër të Lushnjës. Dhe gjitha ajo zona, si Savra, si Karbonara, si Divjaka, si Çerma me 7 qytetat e vogla që i them unë, kanë nxjerrë vazhdimisht në tërë historikun e tyre burra jashtëzakonisht punëtor dhe burra me bë shumë të madhe. Ti ke pas mundësi dhe ke treguar veten tënde shumë herë si në njërën prej përfaqësive të parën apo të dytën. Por, në të njëjtën kohë, psikoanaliza jote e marrë online në një fakulteti pa njohur planetar, të bëj që ti të bësh shumë gabime. Jo, mos e tund kokën, sepse kur unë flas, ti thua unë nuk do të dëgjoj dhe fik mikrofonin. Kur fiklet mikrofoni këtu, ti fillon dhe më kërcënime dhe thua, a që do t'i kisha thënë, a ku si thash, ja ku kemi thuaj, Na ne do të dëgjojmë tani dhe Andrea? Nuk e di, Luana, unë nuk e di se gjithë këto akuza që thotë fik mikrofon, s'di ku e kam fiku mikrofonin këtu në studio një. Mirë, jashtë asaj... Luana, nuk e di, por unë te Castro, që është e vërteta çdo replik që ka bërë Castro, unë e di çdo reagim që vjen i imi, pavarësisht mund tjetë shumë i mirë, po mund tjetë dhe jo shumë i mirë, por unë e bëj në bazë të asaj që më bëhet, në momenti që dikush ndrejtohet me një lloj mënyre, unë do t'ja kthej në të njëjtën, dhe pse e kam thënë shumë bukur që nëse është shembull i keq ose mënyrë e keqe, nuk duhet u liminat nivel, po besoni që presioni e çdo gjë këtu brenda të çon në atë lloj reagimesh. Por unë dua t'i them Castros, nuk e di nëse një format duhet fitohet vetëm duke debatuar i dashur, por mendoj që kam ardhur... Unë i pari nuk e dua. Shive çfarë ka ndodhur në reality shqiptare që ne kemi arritur deri në këtë pikë. Ku kemi legjitimuar dhunën, seksin dhe të bërtiturit në një formë apo një tjetër është po dhunë, për të treguar fituesit. Dhe ti e një ndër ata tiktokera, para se të futesh këtu, që i ke studiuar në mënyrë maksimale të gjithë të reality dhe e ke vendosur në zbatim gjatë gjithë kohës. Pikërisht shoh një anësim në ana jote, prandaj e kam këtë lloj reagimi. Çfarë? Shoh një lloj një anësimi në ana jote, nuk të pash... Asi lloj një anësim. Nëse ti do të kishe treguar pak me zgjuar gjatë gjithë këtyre javë, besom do ta shohësh dhe do m'japësh të drejtë dhe do m'japësh ndoshta edhe në një gotë, në një drek pasi të dalësh për gjithë gjërat që kam thënë. Nuk na duhet të japim informacione nga jashtë në lidhje me këtë. Mirë, Andrea, do të jap fjalën në rast se ke diçka tjetër për shtuar, ashtu siç të thash që do kesh mundësinë të replikosh. Ke diçka tjetër për të thënë? Jo, Luana, s'ka. Nuk e asgjë. Okej, ishim tek Erandi dhe tek Andueli, doja t'ja jepja fjalën në lidhje me dy poleve që keni qenë edhe jeni përshtatur në lidhje me përplasjen e sfidës së buxhetit. Anduel, pse e latë faj njëri tjetrit kur ishit gjithë bashkë në këtë ndarje të buxhetit? Tani, u zumë mëngjes edhe shohin dhe më thonë që Zarfin i kështë marrë Big Boss dhe po diskutonin me Erandin. Kur si që dim, gjithë se cili për në shtu ka me balojnë e vetë. Unë gjatë gjithë kohës, provokimet i kam pjesë të jetës time dhe që më shoqërën gjithmonë, dhe kam të drejt të bëj, kur nuk cënoj, as nuk bërtas, as i gjallë, kur kam të drejt dhe e them. Unë e thash, me të drejt, thash që shko, unë dua 7 paketa cigare dhe 1 kile miell, funditës, sepse është e drejta imet ta kërkoj, si që ka gjithë cili prej nesh. Erandi tha, okej, në rregull, ti këshu, pastaj, ishte ai që vazhdoj, po Big Mama, po Ester, ta mbaroj. Të flasun, pastaj hani ju. Më sa shumë veç. Po. I tha Big Mamas, i tha Estrit, i tha Andreas. Dhe pastaj thua, ndërsa në të tjerët, e shikojmë vetë dhe ndojmë veç. Dhash, shu që ka puna pro. Ishte ai që ndau grupin dhe nuk ishim ne. Okej, vazhdun më te këta, ban listin e tyre, ne qa bam, unë blodhem, nuk mora 7 paketa cigare, asesi, morëm, i ullëm, gjithë cilin nga 3 paketa, Big Mamas i caktum 5 paketat e veta. Dhe vazhduam
morëm gjana dhe për shpinë, pra këta nuk ishin marrë feri për me lajenet dhe për të gjithë, ne morëm feri. Këta nuk ishin marrë shampo trupi. Ne, të më falë, Ela Qenësh, këta nuk ishin marrë. Ne kishin marrë shampo trupi, që këta nuk ishin marrë. Pra këta kishin marrë vetëm, i sekund, se më duhet ta citoj, se tha Randi me mbush barkun. Ta kishin marrë gjana për me mbush barkun, dhe jo ne. Dhe këtyne... Kush janë hajduti dhe gangstera. Jo, ndërsa... Kërkove personale, 7 cigare, nuk bëre në një biset, si që thotë Randi hati, të flasun pasaj hati. Anduel, një sekund Elinara, një sekund, Anduel. Së është e dyta herë, herë në parë ta lijova dhe nuk të tërogja vërejtjen. Tani kujdes me si flisni në prime. Hapni gojën në 24 orë, nuk e ti ku shëtar, unë po të gjë Anduelin tani. Kini kujdes mënyrën si qasin, që shkjo më? Po kojnë ndjek e mënyrën shqiptarë, më që shkjo cilje më? Kërkojnë djetë, Suana, kërkojnë djetë. E dëgjove mënyrën se si u qasë, më plasi, thot mu, më plasë fare, thot, a i, artist, i madh. Ore, se cili të regon vetën e vetë për Anduel, po që keni këtë cilje. Të maroj unë më burë. A thus jeni në rrugë, jo në televizion. Po pra, po që shkjo cilje më? Shikoj, Luana, ne ndoshta na falet se nuk kemi eksperiencë televizive, por ai që ka mbi 40 vjet eksperiencë televizive. Artisti është artist në shpirt edhe edukata është edukat, je apo si në televizion. Nuk ka rëndësi ti është televizion që të kesh kulturë dhe edukat. Po mirë, Luana, mirë. Se dim në televizionin. Ne nuk dim se tha dhe diska që më bani shumë përshtypje. Asë e një dëndime se jam lepikuj dhe gjithë shka shkallët i kam gjitë gradualisht. Unë nuk i lepim të madhit, por për kundrazi, unë gjanët të mje i ndërtoj vedërëm. Se të dogji Jo, duhet ti me ndosh gjanët për parë se ti thush. Për parë se ti thush, duhet ti me ndosh. Se të dogji ty. Për qa e the? Po ku e di ti për qa e thash? E pra, po ti ta shtetosh pra. Ku e di? Ku e di ti? E dëgjove si doli aty. Ku e di? Ti ke diska të Ku e di ti? Ku e di ti? Kërkove buxhet individual. O, Elinara, po thot gjo tjetër. Apo flas me Randin, apo flas me Randin dhe Elinara. Përfundoj, Anduel, përfundoj. Sigo, po, edhe, një gjo, ku e di ti për qa e unë ta thash? thash edhe herë, nuk një dhe time si jam lepikuj dhe nuk i lepijem. Pra ne jam dhe këshu dhe Një gjo, ti po bën si sekretar partije tash. Në ko, kanë qenë sekretarët e partijës që u sillshin kështu si ty. E kupton? Po, mos ta bëj krahasime, sikur të bëni krahasimin. Me që e ke dhe eksperiencë me shokun ta. Kur të bëni krahasimin, reagove, mos bëj krahasime kur nuk i pranon. Një sekond. Jo, ashu po sillesh. Kanë një diska mo i dashur popull shqiptar. Kanë dëshirë të duken bukur, të flasë fjalë ndoja, ta tjetërsojnë situatën. Kur uj ngelet, ti thuj qa dush, shisha bukur. Uj ngelet edhe... Pra, bjeri ka kina, bjeri ka dush. Amarove, ke tjetër për mu. Ku është dëshira për të folur bukur? O, Eli, të lude më mleni qasun se në u drejtu në të dy. Amarove, ke gjo tjetër për mu. Amarove, mund të flasë unë të ashtë. Po, Rand, shkurtimisht, të lutem? Po, shkurtimisht gjithmonë, po shkurtimisht këto nuk e kuptoj. Se më zjatë shumë, më kalon nga tema në temë. E kuptoj shumë mirë edhe kohën televizive. U morë bugjeti, e soli Big Basta, u ullëm dhe që në momentin e parë, Andueli, që tha, unë bëj provokime për loj, e kupton, tha, unë du vetëm cigare, gjitha gjonat e mija. Atere, që në këtë moment, kur dikush ullet aty dhe thot këtë gjë, edhe ky Andreas ishte fare aty kur filloj kjo gjëja, që po pretendoj që e ka bo e Randi, me gjithate kjo është pun tjetër. Ure, a isha në klipu në Allah, isha në qoshe, që më thot aji. Me këte, dhe tha cigare. I thash, je cigare? Po, okej, me që e do këshu, dhe këshu dhe i kam pyt të gjithë me radhë, tu përfshi Big Bastën, gjithë në një ko, Se filloj e Randi. Ashu. Ty dhe Big Mama tha, edhe unë du, ke e cigare. Randi ka njësër gjithë ndarjen. Pra, i mora veç të gjithë për të pyet për kërkesat personale dhe si bëjt bugjeti që këta të kuptojnë që ato lekët që janë aty që na i jep agaj dhe që ne me zori kishim fitua ato 50%, atë 50%, duhet të heqim dëshirat personale të këtyre që të kuptojmë qëfar kemi të përbashkët. Dhe unë ja dhash këtë shansë e bën, ndërkohë që ishte shumë e thjeshtë për të zgjidhur. E kam unë fjallën. Tani,
Si që pamë edhe në klip edhe si që po justifikohet anë dueli që pas kanë qënë provokime se njifet për provokime në thonjza, po të mos i kishtë ndërhyrë edukatorja këtyre, këto do e kishin vazhdua dhe se këto e kishin seriosisht. Dhe për mendimin tim ishte e turpshme, komplet, ajo ditë ka qenë një ditë e turpshme. Me provokimet atilla që e kishin seriosisht, po leqa e bënë si loj pastaj. Dhe më falni që kam ofenduar kopshet, po këto janë qerdhe. Falinderit. Oke, Anduel? Ta mendojnë që bëjnë loj, për vete e bëjnë loj, dhe kur ja këthen lojën, kur ja këthen lojën, quhet Erandi artisti ma, kur ja këthen. Erandi, se fa Anduel, kur ja lun lojën, kur si ja lun lojën, e kupton të vazhdojnë atë të vete. Të kujtojnë se janë ke prona babës vetë, nuk e kuptojnë se janë këtu. O ti, le babën te më burë, babë e ma shma lartë se ti, ta dish. Ma lartë se ti, pa tjeder. Po flasë me Erandi me Linarë, s'ta kam përmeni asë moment emrin akoma. Përsa i përket Big Bastës, e thash dhe në Plevicë, Big Basta ka ardhë deri këtu, falë, nesh, ignorancës tonë e pranoj publikisht, sepse a i gjithmonë ka thonë të kundërten thjesht që me arrit me replikune e tjere. Nëse gjoja është e vërtet, gjithmonë Big Basta thotë, jo, thotë, nuk është shu, thotë, edhe vazhdojnë me ato argumentat përbes në qerdhe, po e thamë publikisht para gjithve. Në çdo debat, në çdo situatë, në çdo sken, ta kam paluar i dashur Big Basta, unë që jam në qerdhe, dhe ti që je 20 vjeç, unë jam 24 vjeç. Më vjen keq, po... E fundit Big Basta, në lidhje me këtë temë? Luana, janë, qive, logjikën që këto përdorin, imaginon në një loj që është me eliminime, në një loj ku vetëm një fiton, këto kujtojnë se këto kanë atë rolin e madh që të zgjojnë njerëzit edhe t'i fusin në loj, se do më kot është aludim, është një gënjeshtër e papar. Big Basta ka ardhur lart këtu vetëm për vetes tij edhe për lojës së tij. Kështu që këto me këto palimet, me këto shprehje të rrugës. Prej nesh. Okej. Do e mbyll këtë temë. Kthehemi në studio. Okej, do kemë mundësi të jap pastaj fjalën të tjerëve që ishin me duar lart sepse tani i pash. Ne do shkëputemi pak qaste, ju keni mundësi ende të votoni, e dini tani që sonte do të ketë një eliminim. Shpëtoni atë që doni të vjojë rrugtimin në Ferma VIP dhe pse jo të prek finale nëpërmjet votave tuaj janë në një moment të dytë. Sonte votimi është vetëm në lidhje për atë që ju shpëtoni.